Lezër të ndëruar, xhamatlit të pranishëm. Allahu Azza wa Jall e nderoi këtë ummet dhe i dha mirësi të shumta. Nga mirësi të shumta të Allahut Azza wa Jall është ky Kur'an, i cili është mrekulli deri në ditën e Kiametit. E privilegjoj këtë ummet me një pejgamber të zgjedhur ndër të gjithë pejgamberët, e bëri zotëri të pejgamberëve. Po ashtu e zgjidhi këtë ummet dhe privilegjoj dhe e bëri më të përzgjedhur nga të gjithë ummetët, dhe i dha disa argumente, të cilat ishin argumente të qiellit, argumente të tokës, argumente të kosmosit në vetes tonë. Një ndër argumentet e cila është regjistruar në histori dhe do të mbese historia më interesante është historia e Isras dhe Mirajit. Nuk do të ndalemi shumë tek Isra dhe Miraji, mirë po disa dobi që i sjell Israja dhe Miraji. Një ndër të vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall po thot: Subhanalladhi asra bi 'abdihi lejlan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Ai i cili është patëmeta që e mori robën e tij nga xhamia e Haremit të Mekës, të Qabës, gjerë në xhamin e Aksas të Kutsit, që tha Allahu Azza wa Jall linuriyahu min ayatina, t'ja tregojmë disa argumente nga argumentet tona, alladhi barakna hawlaha, që e begatuam atë shtëpi të madhe, të begatshme, atë e cila është Kutsi i shenjtë dhe përreth të saj. Linuriyahu min ayatina, t'ja tregojmë këtij pejgamberit të madh dhe ta regjistrojmë në librin e tij dhe t'ja u tregon ummeti dhe të mbesit deri në ditën e Kiametit, që Allahu Azza wa Jall e mori këtë pejgamber, erdhi një melek i cili ishte meleku gjigant, meleku më special Xhibril alayhis salam, i cili ishte sekretari i të gjithë melekëve të qiellit që e barti mesazhin tek pejgamberi të Allahut, erdhi me një kafshë burak që nuk kishte qenë më herët, nuk kishte ekzistuar në tokë nga qielli, ishte me shpejtësi shumë të madhe mahnitse, që sot me matematikat tonë nuk del asnjë lloj matematike. E mori pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe Zoti pa e përshkruan kështu, thot e mori robën e tij nga xhamia e Haremit, e cila është kibla e këtë muslimanëve, që na jep shenjë se fillon me xhami, fillon me kible, fillon me namaz. Pastaj e bati deri tek xhamia e Aksas, që edhe ishte më herët kible e muslimanëve, para se të jetë kible Qabja, ishte kible kush? Xhamia e Aksas. Dhe e bati në atë xhamin e Aksas dhe ja t'u boj të gjithë pejgamberët dhe nderoj pejgamberin alayhis salatu wassalam, që të bëhet imam prijes i të gjithë pejgamberëve, dhe gjën e parë në takimin e pejgamberit çka bëri? E fali namazin. Ja fali namazin të gjithë pejgamberëve, duke fillu prej Qabës te xhamia Aksas, prej xhami, edhe tha Elhamdulillahi alladhi asra bi 'abdi. Abdi e quajti robi i cili afrohet më së shumti te Allahu me namazin prej Qabës në xhamin e Aksas, falet me pejgambert ati namazin, del imam dhe i fal të gjithë pejgambert, pastaj ngritet për në qiell, ku e takon në katën e parë Ademin alayhis salam, në katën e dytë Isaun dhe Jahjan alayhis salam, në katën e tretë Jusufin alayhis salam, në të katërtin Idrisin, në të pestin Harunin, në të gjashtin Musaun alayhis salam, në të shtatin Ibrahimin alayhis salatu wassalam, i kalon të gjithë derisa arrit tek një pemë e cila Sidratul Muntaha, një pemë gjigante në të cilën rjedhin lumet prej saj, derisa tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, sami'tu sariful aqlam, i ndëgjova dhe zhurmën e lapsave. Çka ishte ajo zhurma e lapsave?
ajo zhurma e lapsave që shkruanin melek prej Lauhi Mahfudhit, që shkruajnë në një libër tjetër, pastaj ata shpërndahen në natën e Kadrit, pastaj ata shpërndahen në javor, e cila është e ejte, ku tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, agjëroj në ditën e ejte, sepse në ditën e ejte ngritën veprat e Allahu azza wa jall, dhe pastaj thashtë e shkruajnë të ditës, ku tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, se ndrohen melek të mëngjesit, të sabahut dhe melek në ikindi. I ndëgjoj lapsa duke shkrujt, dhe Allahu azza wa jall u afru atë shumë, dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam ja dha një dhuratë të madhe, e cila dhuratë ishte namazi 50 kohë, e pastaj nga mëshira e Allahut dhe mëshirën që e ka ndaj këtij umetit, ja lehtësoj derisa arriti shpërblimi 50 kohë, mirë po në praktik të jenë vetëm se 5 kohë. Filloj prej Qabe, shkoj në xhamin e Aksas, e fali namazin, ja bëri obligim namazin umetit, dhe tha kjo është dhurata me çmuar, të gjitha obligimet ishin në tokë, vetëm se obligimi namazit ishte mbi 7 katë qiell, e i te i kaloj 7 katë qiell, unë dalë dhe Gjibril a.s. e vazhdoj rukëtimin aq afër, që nuk kishte arritur as një krijes në sipërfaqen e tokës, prej krijimit të tokës deri në shkatrimin e saj dhe deri në kiamet, nuk do të arrit askush në atë vend ku arriti Muhamedi alayhi salatu wasalam, për ta privilegjuar dhe për t'ia dhënë namazin. Vëllezër të nderuar, shohim në ditën e xumë, në për xhamia janë të stërmbushura me njerëz. Po ashtu dhe në bajramet, mirë po në 5 kohët e namazit, i sheh xhamia të zbrazura, ndoshta e sheh një saf, dy safe, e ka vendi që edhe një saf nuk mbushet. Mesazhi i Isras dhe Mirajit e ka një mesazh të madh me na tregu se pas njohshmërisë të Allahut, pas tauhidit, nuk ka obligim më të rëndësishëm dhe më të shenjtë se sa namazi, sepse ti në falën e namazit e ke pozitën në atë kohë, sikur me qenë ti në Miraj me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pse? Sepse Allahu azza wa jalla e çka i tha pejgamberit alayhi salam, "Wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun." O Muhammed, ne po shohim se ti po shqetësohesh kur ata mushrikët po të bëjnë ti e shpifje dhe po flasin për ti. Fasabbih bihamdik, ti falendroj Allahun, wa kun min as-sajidin, dhe bëhu për atyre që bin sejdë. Wasjud waqtarib, i tha Allahu, bën sejdë dhe ofro tek unë. E kur dënë ne mu ofru te Allahu azza wa jall, nuk ka asnjë mënyrë tjetër mu ofru te Allahu, vetëm se njeriu kur është namaz, e sidomos kur është në sejdë. Edhe për të ofru pejgamberi alayhi salatu wasalam te Allahu azza wa jall në ditën e Kiametit, kur do të bohen të gjithë njerëzit dhe të gjithë do të afrohen tek pejgamberët dhe do të kërkojnë nga ata pejgamber që të bëjnë shefat, ata do të thojnë nefsi, nefsi, vetjem, derisa do të shkojnë pejgamber, derisa do të vinë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Çka do të bën pejgamberi alayhi salatu wasalam për të afruar te Allahu azza wa jall dhe për të bërë shkak dhe për të bërë sebeb për të ndërmjetësuar te umeti i tij, thot bën sejdë nën arshin e Allahut, thot dhe bën dua dhe bën lutje, derisa Allahu azza wa jall i thot irfa ra'sak isal tu'ta. O Muhammed, ngritë kokën tënd se do të jepet çka ti kërkon. O nurdike fi umetik, do të kënaqen ti në umetin tanë. Do të thot ajo çka ishte për mu afru te Allahu azza wa jall, ishte namazi. Dhe kur e preokuponte pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe një mërzie madhe, thot fa idha hazaba shay fafazi ala salah, nëse preokuponte dhe një gjë, dhe një mërzi, dhe një breng, u kthente dhe falte namaz dhe thonte erihna bis salat, erihna biha, dhe të qetësohemi me atë, të qetësohemi me këtë namaz. Dhe kur ndodhi kjo Isra e Miraxhi, ndodhi në vitin e pikëllimit. Çka ishte ai viti i mërzijës,
është shkruajtur në historinë islame viti I pikëllimit. Ajo është viti kur I ndron jetë Hatixha radiallahu anha, që ishte kraj djathtë që I ndihmonte pejgamberit alayhis salatu wassalam në të gjithë format financiare, e përkrarje fizike, e psiqike në çdo send. E pastaj ishte edhe kraj tjetër Ebu Talibi migja I tij, I cili e mbronte nga mushrikët se ishte kryetari I Paris të Mekës, dhe ata për shkak këtina nuk I bënin pejgamberit alayhis salatu wassalam tortura. Me vdekjen e tij u detyrua të shkon të dëbohet nga Mekja, të shkon në Taif e të kthehej derisa nuk kishte vend se ku të hik dhe ku të largohet 3 vjet para se të ndodh hijreti dhe të shkon në Medinë. Allahu Azza wa Jall e merr pejgamberin alayhis salatu wassalam në udhëtimin e Mirajit, Isras dhe Mirajit, për t'ia dhënë një ilaç, një barm, e cila ajo ka mi bot dobi, ka mi azbut zemrën, dhe sa herë që ti të mërzitesh, ti fale namazin, ka me të kalu çdo breng dhe çdo sprove cilat godet në këtë jetë. E ne sot, për pat keq, e kemi lon namazin, e kemi braktis namazin, kemi shumë stres, kemi shumë pikëllime, kemi shumë mërzia, shpesh herë mundohemi atë qetësi të arrijmë nëpërmes medikamentave qetësuese. Mirë po, asnjëherë nuk na shkon mendja të marrmi namaz, të marrmi abdes dhe të falmi namazin dhe të bini sejdë, keni më e pasë ka mu largu çdo sen prej krahërorit tanë, çdo sen që mërzia që të kaplon tije. E kjo është mesazh. Nuk është mesazhi është nata e Mirajit, hajde po vojmi petlla, hajde po hojmi ambolsia, hajde po e festojmë. Nuk është gjë që festohet, ne kemi di festat që festohen, ato janë di bajramet. Dhe natët e mdhoja, kjo nata e kandilit, nata e Mirajit, nata kësaj, nata asaj, çka me bon ato natë me hangër hadh dhe me hangër petlla? Jo, një natë që acek nata e Kadrit, acek në surën Duhan, acek në një surë dhe e ka emërtu vetë surë e në sura Kadr, nuk ka diçka që pejgamberi alayhis salatu wassalam në këtë natë apo natët tjera e ka festue natën, çket natë që ka e festoj njerëzit me hallë me gjona. Jo, ai e ka festu me namaz. Ti nëse mendon se e ki ndjek pejgamberin alayhis salatu wassalam, duhet t'ia ndjekish me namaz. Pse? Se dikush mendon se kështu është nata e Mirajit, duhet me agjërua ditë dhe e mbarojnë për tanë vitin, nuk ka më nevojë mu as mu fal, as më agjëru. Nuk është kështu. Miraji është mesazh që ne t'jemi të lidhur me Allahun Azza wa Jall, se Allahu kur të don ti, të lidh me namazin dhe ti takohesh me Zotin tan 5 herë në ditë. I thu falëndrimi takon ti, o Zoti i gjithë botrave, për mirësitë, dhuntit, as të shumta që nuk mundi ti numërojmë, e njëra ndër ta që na ke bëhe musliman, na ke mbush zemrën tonë me iman, na ke dhënë një pejgamber vula pejgamberis, na ke bërë një umet më i zgjedhur dhe më ke zgjedh mu që unë të vi dhe të falenderoj, e sërë që e falendon robi Zotin, Zoti e ngrit në gradat larta atë dhe ashton mirësi dhe dhuntit në këtë botë dhe në botën tjetër. Për ata tha që mos ta zgjate dhe shumë, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, men hafidha as-salawat al-khams, kush i ruan 5 kohët e namazit, kanat lahu nuran wa burhanan yawm al-qiyamah, do të jetë për këtë njeri argument dhe dritë dhe nur në ditën e gjykimit. Wa man lam yuhafidha, e kush nuk e ruan namazin, nuk do të ketë argument për Allah dhe nuk do të ketë dritë ditën e gjykimit ai i cili e ka braktis namazin. Tha al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman taraka faqad kafar, ai i cili premtimi mes neve dhe ati që e fal namazin dhe ati që e le namazin është shembulli ati i cili e ka mohu Zotin e vet. El ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, mes jo muslimanëve dhe muslimanëve është namazi, men taraka faqad kafar, ai që e kalon namazin e ka mohu Zotin. Bejnë rrejuli u shirki tërku salat, mes njeriut dhe shirkut, mesi i saj është lonja e namazit. E për ata
namazi është shumë i rëndësishëm. Allahu azza wa jalla ka thënë surën Tobe, fa in tabu wa aqamu s-salata fa ikhwanukum fi d-din. Nëse ata pendohen dhe falin namazin, ato janë vëllezër të ju dhe mos i luftoni. Argument Allahu azza wa jalla ka bërë se jo muslimanët, mushrikët, nëse e pranojnë fejen edhe falin namazin, atër mos i luftoni ju, sa ato janë vëllezër të juve. Do më thonë, argument për të qenë besimtar, qenë ka namazin momentin që ata e falin namazin, e ke ti obligim ti kesh ata vëllezër dhe e ke të ndaluar që ti luftojsh ata. E lusim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala të na bën namazin të dashur në zemrat tona, të na stolis atë, na afron tek Zoti, të kemi më kujdes çështjen e namazit, të afrohemi tek Allahu azza wa jall, të kënaqemi me namazin ton kur të dalim ditën e gjykimit, të jetë dritë për neve, të jetë argument për neve për Allahut azza wa jall, që të na shpërblen Allahu subhanahu wa taala me mirësitë e ahiretit, me xhenetin, me dhuntitë e tij, dhe të na bashkon me pejgambert, me njerëzit e mirë, wa hasuna ulaika rafika. Allahumma amin.